Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Miri trazon rjetin, shfaqet me orë 80.000 euroshe. Vëmendja e rrjeteve sociale është zhvendosur papritur tek ish finalisti i edicionit të 5 të Bigut, këngëtari Miri. Këtë herë shkak nuk është ndonjë projekt muzikor, por një aksesor i spikatur në kyçin e dorës së tij, i cili ka mjaftuar për të ndezur një debat të gjerë mbi vlerën monetare që mbart. Katalizatori i këtij diskutimi ka qenë moderatori Ronaldo Sharka. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, ai ka trazuar ujërat, duke zmadhuar detajen e orës me një rip të gjelbër, e cila në pamje të parë ngjan me dizajnet e famshme të markës ultra luksoze Richard Mille. Megjithatë, ashtu siç ndodh rëndom raste të tilla, në rrjet qarkullon fort edhe hipoteza se aksesori mund të jetë thjesht një imitim dhe jo origjinali. Për ta bërë situatën edhe më interesante, Sharka ka lëshuar një koment ngacmues, duke ironizuar motivin e vërtet të Mirit për të garuar në formatin televiziv, nëse ai vërtet mban një pasuri të tillë në dorë. Miri dhe vetëm Richard Mille, këngëtari dhe njëherë finalisti i Bigut, është shfaqur mbrëmjen e djeshme me një orë të markës Richard Mille. Nëse është e vërtet origjinale, çmimi mund të jetë absolutisht i lartë, zakonisht nga 80.000 euro deri në 500.000 euro, varësisht modelit. Disa limited edition shkojnë edhe mbi $1 milion. Richard Mille origjinale janë shumë të ralla dhe zakonisht i mbajnë super milioner, sportist elitar, artist botëror e të tjerë. Nëse Miri ka vërtet orën origjinale, ai nuk pas ka konkuruar për çmimin e madh. I bie që ka shkuar thjesht për hobi.